Vjojmë me një informacion të fundit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku në Senatin Amerikan po mbahet një seancë dëgjimore mbi emrin e propozuar nga Donald Trump si ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Eric Wenz, një diplomat 61 vjeçar ushtarak. Ndjekim fjalën e tij. As the US Security Coordinator for Israel and the Palestinian Authority. In that position, I operated daily as a part of the U.S. Embassy in Jerusalem. E ambasadës amerikane në Jeruzalem, duke raportuar drejt për drejt tek sekretari i shtetit. Pasi u pensionova në kostumin e oficerit në shkollën post-universitare të Marinës, dhe sot gruaja ime është zhvendosur në Japoni me kapitenin e forcave ajrore dhe vajza dhe mbesa jonë, të cilët po kujdesen për një tjetër mbes të sapo ardhur, djali ynë, ka vepruar gjithashtu si ushtarak që ndron pas meje. Ai dhe gruaja e tij shërbejnë për vendit të stacionuar në Karolinën e Veriut. Ne jemi falenderues për mundësinë që të shërbejmë për një kom të jashtëzakonshëm. Si komandant për forcat speciale të NATO-s, ata do të raportojnë për mua, do të punoj në terren në Shqipëri. Në Afganistan kam shërbyer si komandant aeronal, duke përfshirë edhe shqiptar. Ata kanë shpirtin e luftëtarëve shqiptar. Shqiptarët janë krenar, mikpritës dhe punëtor. Nëse konfirmohen, do të mbroj interesat e Shteteve Amerikane, do të shfrytëzojmë linjat e operimit teksa ecim përpara për të zhvilluar planin e ambasadave në vend. Do të bëjmë Amerikën më të sigurt, duke mbështetur Shqipërinë në luftën e tyre kundër korrupsionit, kundër krimit ndërshjanik. Do të sigurojmë që të bëjmë Shqipërinë dhe Shtetet e Bashkuara më të sigurta. Së dyti, do ta bëjmë Shtetet e Bashkuara më të sigurt, duke ofruar dhe sigurinë e shqiptarëve. Do të mbështesim progresin e shqiptarëve sipas marrëveshjes së samitit të NATO-s. 5% të prodhimit brendshëm bruto brenda vitit. Do të sigurojmë aftësitë ushtarake shqiptarëve, do të investigojmë mundësitë përbashkëta zhvillimi. Dhe së treti, do ta bëjmë Amerikën më me prosperitet, që do të përfitojë dhe prosperiteti i Shqipërisë, energjia, infrastruktura dhe të gjitha aspektet tjera ekonomike, bizneset amerikane dhe investitorët do të kenë hapësira ligjore. Së katërti, një linjë përpjekje që e quaj faktorët njerëzor, që do të përfshi profesionistë dhe avokatë, të cilët do të punojnë për çështjen më të rëndësishme, njerëzit. Informacionet që duan t'i japim privatisht dhe personalisht. Nëse konfirmohem, pres të bashkëpunoj me antarë të këtij komiteti, por edhe me partnerët tanë në Shqipëri. Mirëpres pyetje që ju keni.